Mirëmbrëma miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm, si çdo të mërkur në orën 19:30, ne takohemi për të bërë tema interesante dhe për të bashkëbiseduar në një lloj forme, duke shkëmbyer mendimet dhe ti afrohemi sa më shumë asaj që ne njohim si e vërteta. Sot do të komunikojmë për të gjitha këto pjesë që janë hedhur në channelin ton Okult në YouTube, këto emisionet e ndryshme që janë bërë dhe do të zhvillojmë atë që kemi rutinën ton, formën e bashkëbisedimit ku unë do të lexoj komentet e juaja dhe do të përpiqem t'ju jap të gjithëve nga një përgjigje dhe nga një mendim nga ana ime. E kam menduar këtë lloj forme, e kam thënë dhe rithem sepse më intereson shumë bashkëpunimi dhe nuk dua të eci pas kokës time, sepse këtu jam që të shërbej në bazë të dijeve që un kam dhe të shpërndaj mendimin tim, por pse jo mos e marr edhe mendimin tuaj, që kështu duke i bashkuar këto gjëra, ne së bashku si ju që më shikoni në anën tjetër të kamerës, gjithashtu edhe unë që jam këtu, do të kemi më shumë mendime dhe mendime më të mira në fund. Atëre, pa humbur kohë, unë do të filloj dhe do të lexoj komentet e juaja. Do të ndalem pak tek pjesa realiteti për te i mendimit, ku kemi marrë disa komente të ndryshme dhe unë do t'i lexoj. Kemi Rea Oxha 1424. Askush nuk mund të thot me siguri pse jemi këtu, por një e vërtet mbetet, e ka shkru gabim, s'ka problem, mbetet mendoj. Ne jemi duke përjetuar këtë realitet dhe për ne ai duhet padyshim, ai ndjes padyshim real, megjithse nuk mund të përcaktojmë kur një formë të saktë të qëllimit të ekzistencës njerëzore. Ne mund të vëzhgojmë se si ecim përmes këtij koncepti që e quajmë kohë, mbledhja e momenteve, emocioneve dhe mësimeve. Na është dhënë dhuntia e vetë shprehjes, mundësia për të reflektuar, për të korrigjuar gabimet tona, për të rritur dhe për të evoluar në diçka më të madhe se sa ishim dje. Por ne shumë shpesh ngatërohemi në shqetësimet e përditshme, të humbur në të shkuarën, në ankth për të ardhmen. Harrojmë të pyesim veten, po sikur jeta të jetë një enigmë për të zgjidhur, po të mos jetë një enigmë për të zgjidhur, por një udhëtim për vetë zotrim, po sikur qëllimi ynë të jetë të përsosim veten në mënyrë që të mund t'i shërbejmë jo vetëm shpirtit ton, por çdo jete që prekim gjatë rrugës. Po sikur jeta të jetë një shkollë vëzhgimi, transformimi dhe mbi të gjitha një përvojë që duhet shijuar. Rea, si fillim të përshëndes për komentin, është një koment vërtet i bukur filozofik dhe shumë domethënës. Pyetjet që ti ke normalisht janë pyetjet që ti bën me veten tënde dhe kjo tregon një pasqyrim të mirë të anës mentale, ku ti ke filluar të me sapo shoh të biesh në endekun psikologjik, atë që Jungu e njeh të tillë, ku të lindin këto pyetjet po sikur. Zakonisht në pjesën ku ne duam të futemi në kërkimin e kuptimit ton, hasim këtë endekun psikologjik. Të gjitha këto gjërat që ti shkruan këtu janë të mira, por çfarë ndodh nëse në këtë moment ty t'i heqin të gjitha kujtimet? Jeti më personi që ke qenë më përpara, apo tani është një version tjetër i vetes tënde?
Kjo ishte një pyetje që do të ndikoj akoma më shumë për të kuptuar realitetet brenda realitetit. Çfarë dua të them me këtë? Ne si qenie njerëzore nuk jetojmë vetëm në dimensionin kohor ose dimensionin e tretë i cili është i madhshëm. Është diçka tjetër përtej kësaj. Ne jetojmë në dy dimensione, ne jetojmë në një dimension tjetër që është shpirtëror dhe ai është i pari, dhe jetojmë në këtë fizikun. Ky fiziku është reflektimi i atij të parit. Çdo gjë që ne bëjmë këtu, apo kemi ndërtuar, apo do të ndërtojmë, apo do të arrijmë, është thjesht një manifestim i dimensionit të padukshëm. Për ta kuptuar më qartë këtë, shiko trupin tënd. Bëj diçka pa lëvizur, pa menduar. Kështu funksionon dhe realiteti. Nëse ti nuk e mendon në fillim, nuk ka për të funksionuar asgjë, sepse e gjitha lind në një mendim. Dhe kjo është që ne duhet të kuptojmë se ne nuk jemi një person vetëm. Këto që ju keni dëgjuar deri tani, apo çfarë ju thot psikologu, apo çfarë thon këta librat e psikologjisë moderne, këta të fundit që të thon si të jesh i dur, i suksesshëm, të marrësh sfidat e jetës. Njeriu duhet të zhytet thellë në kërkim të gjërave dhe kjo zhytja thellë nuk është jashtë ti, por është brenda ti. Njeriu është një miniaturë e natyrës dhe një univers shumë i madh, ashtu si është edhe universi që ne shohim. Ose kemi dëgjuar më saktë, sepse asnjëri nga ne besoj që nuk e ka pasur mundësinë ta shohë. Megjithatë, unë dua të shpjegoj diçka, mënyra se si ti e koncepton është një gjë shumë e mirë, sepse ne jemi këtu për të zhvilluar. Dhe kjo qëndron sepse shpirti vërtet kërkon të dalë nga burgu ku është, që është materia jonë. Kërkon një rrugë për të shkuar në shtëpi. Dhe ne në fund e kemi këtë rrugë. Problemi është se gjatë këtij afati kohor, shumë njerëz që merren me ezoterizëm, okultizëm, apo le ta quajmë shkencat okulte, që këtu në Shqipëri është shumë ulët kjo gjë, ndonjëherë ndodh që ngatrohen dhe përfundojnë në gjëra jo të mira, që deri aty ku lëndojnë edhe veten e tyre, pa e kuptuar thelbin e ezoterizmit apo shkencave okulte që janë brenda ezoterizmit. Çfarë ndodh? Ne në këtë interval kohor që na jepet, ose dhurat nga Zoti, universi, merreni si të doni, ne kemi një qëllim, duhet të zhvillojmë shpirtin. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të kërkojmë, të rritemi, të bëjmë, sepse shpirti kërkon të kuptoj rrugën për të shkuar ande nga ka ardhur. Kjo është ajo që ju duhet të bëni, është që ta kërkoni dijen. Dhe nëse nuk e kërkon dijen, nuk e për ta marrë kur përgjigjen. Përgjigja është një lloj mix gjërash, përgjigjesh të ndryshme për shumë objektiva të ndryshëm, të cilat lidhen me njëri tjetrin vetëm kur ti arrin të kuptosh fijet. Nëse ti nuk i kupton fijet, nuk e për ta kuptuar përgjigjen. Përgjigja nuk është vetëm një moment që ndodhi ashtu si unë po flas tani dhe ti e more përgjigjen dhe kaq ishte. Jo, nuk është kështu. Është më shumë se kaq. Për këtë do të duheshe një kohë shumë e madhe që unë të tregoja pak më shumë mbi botët dhe mbi vetet tona. Ndoshta do ta kemi mundësinë në një takim online ose kur të hapet Akademia Ezoterike, ku unë do mbaj fjalimet pak më me interval të gjatë kohor, ndryshe nga këtu, dhe ju do të keni mundësinë të më dëgjoni për këta, ose pse jo të bashkëbisedojmë, mua më pëlqejnë mënyrat se si ti e shikon, por më pëlqen edhe
pjesa që thua po sikur jeta të jetë një shkollë vëzhgimi. Në të vërtet, vëzhgimi lidhet me shumë koncepte të tjera, si për shembull anashe Zoti ne, kjo ka të bëjë me konceptin e vëzhgimit, por Zoti nuk na sheh ne nga lart, ashtu si e mendojmë, por na sheh nga brenda nesh. Për shembull, ne ngjasëm një kompjuteri pavarësisht se ne jemi në një nivel shumë më të zhvilluar dhe më inteligjent se kompjuteri, dhe sytë tanë janë vëzhgimi, sytë tanë janë kamera që ne bëjmë çdo ditë një vlog me veten tonë. Dhe veshët janë audioja dhe gjua është mikrofoni dhe goja ka të njëjtin rol dhe kështu ne bëjmë një lloj miksi ku në fund të gjitha këto ruhen në një memorie e cila quhet hipokampus. Aty shkojnë kujtimet, gjërat që ne harrojmë për momentin, por nuk i harrojmë dot gjatë jetës tonë. Dhe nëse ajo fshihet, ti nuk je më ai version pavarësisht konceptit fizik që ti ke. Do të ndalesha më shumë, por kohën e kam vetë limituar, që kështu të falenderoj për poqa të jap dhe unë atë përgjigjen me komentet e mia. Të falenderoj Rea. Bobby Bu 5442. Shumë e vërtet në të gjitha çfarë the e kam predikuar për të paktën 4 deri në 5 vite meditimin zero dhe je shumë mirë me vendin. Por më ndodhi një histori me një vajzë që më shkatroi. Një mendim zero e relaksu tani, jam 99% mendime në kokë. Kam mbet në një pikë pyetje në kokë që nuk i jap përgjigje. Mirë e thonin dikur, ishim më mirë kur ishim keq. Bobby Bob 5442. 5442. Me sa shoh ti ke kaluar një krizë pak emocionale, por mua më vjen të qesh me këto. Nuk e di pse po të flas kaq drejt për drejt, por më vjen të qesh sepse ti ende nuk e ke kuptuar veten tënde dhe çfarë ndodh? Nëse ti arrin të kuptosh veten tënde, dashuria nuk është pengesë. Dashuria është dhuratë. Si është dhuratë? Duke të dhënë ty mësime ose duke të falur ty kujtime. Në momentin që ne marrim një eksperiencë të keqe, le ta quajmë, ose një emocion negativ, ne aktualisht e marrim atë dhe përjetojmë shumë keq sepse jemi krijesa emocionale të përbëra nga nervat dhe gjaku dhe shumë pak nga logjika. Kjo nuk do të thotë se duhet të lesh meditimin, për arsye se meditimi nuk ka lidhje fare me pjesën e jetës tënde të përditshme apo marrëdhënieve tënde emocionale. Meditimi është një marrëdhënie midis vetes dhe ty. Është një marrëdhënie pa prekshme nga çdo gjë e jashtme, pavarësisht se ti, po e supozoj këtë, do të përfundoje me këtë gocën dhe do të kishe bërë një familje shumë të mirë dhe do të vazhdoje jetën bashkë me të. A nuk do ishit në fund të dy ju që do shkonit në një shtrat, do bëni dashuri dhe para se të flinit do ktheheshit secili në anën e tij për të fjetur sërish vetëm? Pra, jeta në thelb është e ndërtuar vetëm. Pavarësisht se njerëzit ne na duan dhe i duam. Kjo është një marrëdhënie sociale shoqërore. Dhe në aspektin tënd me ish partneren dhe pak ndjenjë emocioni dhe ndonjëherë më shumë epsh. Çfarë ndodh kur ne e kuptojmë dashurinë? Kur ne e kuptojmë dashurinë, ne nuk mërzitemi nga ajo. Thjesht ka momente të cilat ndodhin, por nuk mërzitemi sepse më kujtohet gjithmonë një shprehje nga perandori i madh Mark Aureli kur thot për çfarë mërzitesh o njeri kur ti e di që të gjitha këto këtu nuk janë të tuat. A e ke pyetur ndonjëherë veten se as nëna jote, as babai jot, as vllai jot, as motra jote, as e dashura jote, as fëmijët e tu nuk do të jenë të tut. As ti nuk je i vetes tënde.
Pse ta them këtë? Sepse i përket diçkaje tjetër më të madhe. Edhe frymën që ti merr, ke për detyrë ta kthesh mbrapsht. Sepse kështu është rregulli i polaritetit. Çdo gjë që ti merr do ta japësh mbrapsht. Sepse këto janë për të të shërbyer dhe për të të bërë ty më të mirë. Tani si do ta rregullosh ti këtë? E vetmja gjë që ne mund të bëjmë është që të pranojmë gjërat që ndodhin. Dhe nëse ti e pranon këtë gjë që ndodh brenda vetes tënde, ajo përmbushet. Jetën nuk duhet ta mbash as në të shkuarën, as në të ardhmen, edhe pse këto janë nocione të kohës moderne dhe koha vetë në thelb nuk është asgjë, është thjesht një cikël, por nuk dua të ndalem këtu dhe të futem akoma më thellë dhe më thellë që të ndoshta të talodh edhe pak kokën. Duhet ta lesh jetën të kalojë brenda teje, vetëm atëre ti e kupton që të gjitha këto gjërat janë thjesht gjëra që duhet të ndodhin. Dhe ndoshta mund të përsëriten her pas here, por do të kuptosh që nuk je në të njëjtin vend dhe kështu evoluon spiralja e zhvillimit të jetës tënde. Është krejt normale të mërzitesh, por më besoj që kjo do të kaloj me kalimin e kohës, jo sepse kalon koha, por sepse ti mësohesh me atë gjë. Duke praktikuar gjithmonë të njëjtën ndjenjë brenda vetes, kjo ose të shkatron ose ti e pranon në një moment. Pra, e vetmja gjë që unë të rekomandoj është të fokusohesh te vetja jote. Atje është themeli i të gjitha gjërave të mira ose i të gjitha gjërave jo të mira. Puno me veten tënde dhe fillo nga zorët. Po, më dëgjove shumë mirë, fillo nga zorët, fillo nga ushqimi, fillo nga trupi tënd fizik, për të kuptuar nivelet më lartë, sepse duke dëmtuar trupin tënd fizik nga shkaku që tu krijuar në trupin tënd mental, ke filluar të shkosh në këtë pikë. Por më besoj që ka një zgjidhje dhe ka gjithmonë një mundësi shumë herë më të mirë. Ne çdo gjë që kalojmë dhe bëjmë, nëse jemi të pastër në zemrën tonë, më besoj që çdo gjë që vjen është më e mirë. Të përshëndes dhe të uroj të mira dhe kjo është një gjë krejt normale të na ndodh, që kështu mos e vrij çmendjen. Sajmir Ahmetaj, vëlla Odisea, sufi të thonë, çdo fjalë që del nga zemra, ato shkojnë në zemra. Temat që zhvillon në këtë emision bëhen njëra më e bukur se tjetra. Të përgëzoj dhe shpresoj që fjalët e tua të shkojnë në përzemra. Uroj shëndet, paqe, mirësi, aku të dashur. Samir, unë do përshëndes dhe të falenderoj shumë që ti je prezent pothuaj në çdo emisionet e mia. Më bëhet shumë qefi kur lexoj komente të tilla të kësaj natyre, të cilat më prekin vërtet në zemër, si për shembull fjalët, çdo fjalë që del nga zemra shkon në zemër, sepse më kujton të madhin Solomon, ashtu si mendon në zemër, kështu do të jetë jeta jote. Dhe unë nuk dua të heq asnjë pikë, asnjë presje, të falenderoj shumë për këtë pjesë dhe faleminderit që më ndjek dhe faleminderit që vazhdon të më ndjekësh. Denis, respekt e faleminderit. Denis, të përshëndes edhe unë. Enrik Hasa, siç thoti, te pllakat e Smeralta BA është esenca ka, është hija që njeriu ndjek gjatë jetës. BA nuk vjen nëse ka, është mëshiruar. Enrik, të përshëndes edhe unë, kemi pasur disa biseda bashk. Enriku ka qenë dhe në një nga rrugtimet e mia që unë bëra një rrugtim mbi ezoterizmin, shëndetin e ezoterizëm, dhe Enriku ishte pjesë e këtij rrugtimi. Unë të përshëndes, më pëlqen që por ti e futur vetë në këtë rrugtim dhe mua më pëlqen që po zhytesh çdo ditë edhe më shumë. Kjo është një koment me alegori shumë të madhe dhe
më pëlqen që ke arritur deri këtu, shpresoj të kemi biseda të tilla dhe përgjigje të tilla në emisionet në vazhdim. Lucia, të falenderoj, mirënjohje, asnjë nga këto se di diçka brenda meje më thoshte jo, por kur dëgjoj më përforcohen më shumë. Mirënjohje pafund, jeni një djalë i mrekullueshëm, shtoj. Zot të rinj të si ty, të paktën sa gjysma juaj se e ka shkruar pak me shkëputje, sikur vetëm tek ushqimi të reflektojnë brezi sot. Lucia, kjo është e vërtet, ne po e vrasim veten çdo ditë, pavarësisht se mua më vjen keq që e them këtë, unë shoh çdo njerëz që se si elmohen çdo ditë me drogën më të madhe që ekziston sot, sheqeri, dhe pastaj e pason alkooli, dhe pastaj e pason duhani, dhe pastaj në fund këto janë të treja shkaqet që ne futemi në jetë të keqe dhe pastaj presim pasojat mbas moshës 40 vjeç. Mendoja dikur kur unë isha i pa informuar dhe pa dije dhe i mbyllur, mendoja se njerëzit ndryshonin me kohën, por e kisha gabim këtë gjë dhe pastaj kuptova teksa arritesha dhe zhvillohesha në kërkimet e mia se njerëzit ndryshojnë kur kuptojnë realitetin. Kjo është ajo rrugë, e vetmja rrugë që njerëzit mund të ndryshojnë, kur kuptojnë realitetin, pra aq kohë sa njeriu nuk e kupton realitetin. Në kokën e tij, këto fjalë dhe shumë të tjera që do të vinë pas meje, do të mbeten vetëm fjalë kote. Mirë, kalojmë te emisioni i radhës, meditimi rruga drejt paqes shpirtërore. Internet Fire. Ka disa lloj meditimesh, meditimi me sy mbyllur të shpëton mendimet dhe nuk është i mirë. Ti shpeshton mendimet dhe nuk është i mirë. Nuk mund ta thoja dot këtë drejt për së drejti që ti shpeshton mendimet dhe nuk është i mirë, për arsye se kjo varet nga marrëdhënia që ke ti me trupat tënd. Nëse ti ke këtë lloj problematike, nuk do të thotë se një tjetër e ka këtë. Për shembull, unë mund të qëndroj deri në 1 orë pa mendime fare në kokën time, sepse di ta bëj këtë. Dhe ndonjëherë ka raste që unë mund të qëndroj në 1 minutë me shumë mendime në kokë, sepse më vjen në atë moment dhe pastaj nëse dua unë mund t'i heq ato. Kjo është një shenjë e mirë për njerëzit që kanë nisur rrugëtimin ezoterik dhe fillojnë të ndriçohen. Pra, mua më pëlqen komenti jot sepse ti thua ti shpejton mendimet dhe nuk është i mirë. Pra, këtu tregon, nëse e shikon me vëmendje fjalët e tua dhe ti vetë tregon një vëzhgim të mendimeve të tua, që ti po bëhesh një vëzhgues dhe po arrin të kuptosh, por me kalimin e kohës kupton që kjo bëhet edhe menaxhueshme. Mjafton vetëm praktik dhe besim te vetja dhe besim te procesi se gjërat do të ndodhin. Të përshëndes. Emision G Armor 75-73. Emision shumë i prekur për njerëzimin. Zgjohuni njerëz nga materializmi i elitave dhe qeverive që duan të na sklaverojnë deri shpirti jon të lerë trupin dhe të shkojë atje ku dëshiron. Faleminderit për komentin. Tani sklavërimi, elitat, unë nuk i përkras shumë këto, jo se nuk ekzistojnë, por në fundit unë gjithmonë i bëj një pyetje vetes, për çfarë të vlejnë këto, të sklavërosh njerëzit, të kontrollosh njerëzit, ti vrasësh, ti presësh, ti kesh ti në kontroll, do arish majën e suksesit në botë, për çfarë të vlen kjo në praktik, në sensin e jetës? Çfarë ndodh nëse ti bën këto? Janë këto përgjigje e jetës.
kjo mua më shtyn që të mos i përkrash shumë, sepse në fund të gjitha këto nuk të duhen, do ngelen këtu, janë të tokës. Është e mrekullueshme. Emine. UC 253. Faleminderit, të përshëndes. Denisi, meditimi të zhdimbjen e kokës pa patur nevojë që të pish qetësues kimik respekte. Po, shumë e vërtet, Denis, meditimi të qetëson për arsye se duke futur më shumë ajër në trupin tonë në formën e spirales, nëse frymojmë dhe meditojmë me barkë dhe jo me undë, do me thënë marrim frym nga unda, futim dhe jo në krahëror ta mbajmë, por ta futim në barkë, do me thënë të kaloj te barku dhe pastaj ta nxjerrim nëpërmjet gojës, atëre ne kalojmë më shumë oksigjen në tru dhe sinjalet elektrike bëhen më të ngadalta sepse truri ka më shumë oksigjen dhe percepton më mirë. Dhe kjo të sjell një marrëmendje pak në fillimet e tua nëse ti e ke nisur ose jo, por pastaj normalizohet dhe je shumë më mirë. Liliana Jano, faleminderit për kohën, të dëgjova me vëmendje, mistika më ka trequr gjithmonë, mirë njohje. Faleminderit edhe ty, më bëhet shefi që të ka trequr gjithmonë kjo. Unë do të thoja që kjo treqja duhet të futet edhe pak në praktik që ta kompletosh të gjithën, sepse dia pa praktikën nuk e ka kuptimin e plot. Gjoni, 61-22, meditimi më nxori në astral, në dynjon tjetër. Unë nuk di çfarë të them për këtë, kjo është eksperienca jote, nëse ti po tallesh, sepse ke bërë edhe një muj duke qeshur, nuk ka problem, prap është eksperienca jote, ti mund të tallesh, mund të bësh shaka, ose mund ta kesh përjetuar vërtet, se ti ke dalë në astral, se nuk është që ti dele dhe vete. Është një përjetim personal që kështu unë nuk mund ta vërtetoj këtë pjesë, por megjithatë, sido që të jetë Gjoni, unë të përshëndes dhe faleminderit që më komenton. Meditimi Sajmiri, sërish, meditimi është gjendje jo e mendjes. Meditimi është gjendje e vetëdijes së pastër. Ke shumë të drejtë, Sajmir, një nga librat më të bukur që kam lexuar, kështu fillon. Të përshëndes shumë dhe nuk kam asnjë lloj ça tjeq këtij komenti. Dhe të falenderoj edhe ty. Rea sërish, të uroj të mira, të nderuar për punën që bën, faleminderit Rea dhe unë të përshëndes, të uroj të mira dhe ty dhe shëndet të kesh. Kam një pyetje, shpesh kam dëgjuar disa vetë të thonë u zgjova natën dhe dhe more telefonin, por ai u zhduk pa pritur nga dora. Dhe pyetja e parë që më lindi ishte, është një iluzion i mendjes tonë dhe ndonjëherë krijon iluzione veçanërisht kur ne jemi në gjendje gjumi apo gjysmë gjumi dhe sjell pasiguri. Për shembull, nëse jemi duke parë një pemë, ajo që sheh mendja jonë është përzierje mes pemës reale të pemës dhe mënyrës se si truri yt e percepton atë informacion. Përvojë e kaluar, emocione apo ndoshta ndonjë ide për pemën. Po ashtu mendja mund të stimulojë ndjenja të caktuara duke i shtuar shtresa emocionuese për te realitetit objektiv të situatës. Pra, pema është po ajo fizike, ne shohim me ilustrime. Apo ne jetojmë në një stimulim dhe sistemi gabon ndonjëherë për pjesën e telefonit, pra ndonjë inteligjencë më zhvilluar dhe na shfrytëzon për energji dhe na ka krijuar në këtë realitet virtual për ne, apo ka shpjegime biologjike. Rea, kjo është një mix pyetjesh, sepse nuk është vetëm një pyetje, kërkon dhe një mix përgjigjesh. Normalisht, unë do të shpjegoj pak mbi pjesën e realitetit, por ideja është
se ne nuk e njohim realitetin si është. Ne e njohim realitetin vetëm nga kufizimet që ne kemi. Nga 5 shqisat kryesore që i njeh dhe shkenca, por që nuk janë 5, janë shumë herë më shumë shqisa. Mund të kemi miliona shqisa, por që këto 5 njihen edhe 6 kohët e fundit që po idhet si ide është mendimi, dhe ne perceptojmë realitetin në këtë pjesë për faktin se ne shohim dritën nga 350 nanometër, mos gaboj, deri në 720 nanometër, që është spektri i dritës. Ndërkohë spektri i dritës është 13 milion në fuqi të 13, mos gaboj, që i bie diku rreth 27 miliard herë mi mas se sa perceptimi ynë njerëzor, që kështu ti nuk e imagjinon dot se sa i madh është realiteti dhe sa shumë gjëra ka realiteti. Ne perceptojmë një pjesë shumë të vogël, madje mund të them 0.5%, ndoshta as 1% të dritës, dhe nëpërmjet këtyre fenomeneve që drita na vjen në syt tan, futet në syt tan, se syt tan nuk e perceptojnë realitetin, ata thjesht futin dritën brenda nesh, kalojnë brenda dhe futen në lentën e syrit dhe vazhdojnë të pasqyrohen në korteksin e trurit mbrapa dhe pastaj aty konvertohen në sinjale elektrike, të cilat kalojnë në tru dhe këto ndahen në zona të caktuara, siç është amigdala, hipokampusi, korteksi prefrontal i trurit dhe pjesët e tjera, të cilat atë t'i japin, duke punuar me ndërmjet njëra tjetrës, me miliona neurone që kemi në brenda, kalon sinjali elektrik dhe ne marrim imazhe të caktuara. Po çfarë është një imazh në anën e mekanikës kuantike? Nëse do ta them, ti do të trembesh dhe pastaj do thuash çfarë është realiteti në të vërtetë. Që kështu nuk dua ta zgjat më shumë këtë pjesë, por po ta them që realitetin ne nuk e perceptojmë dot, ne perceptojmë aq sa mundemi dhe ky është realiteti që ne perceptojmë. Nëse ti po e shikon këtë gotën këtu, dhe unë e shoh këtë gotën këtu, ky është realiteti objektiv dhe ne e quajmë gotë, por në të vërtetë në mekanikën kuantike ajo gotë është vetëm një energji e presarur nëpërmjet 4 parimeve, të cilat unë nuk do ndalem këtu. Dhe kështu është krijuar e gjitha. Do të mund të flisja akoma më shumë, por kohën e kam të limituar, siç të thash. Pastaj janë dhe shpjegimet biologjike që kanë edhe ato punën e tyre, sepse ne jemi fizik dhe metafizik, ne jemi një trup i cili ka organe, ka shqisa, ka gjëra. Për shembull, një nga këto që ta kuptosh më mirë dhe ta konceptosh më bukur është truri, por truri nuk është mendje. Mendja është brenda trurit. Pra, është një aktivitet si një qytet, le ta quajmë, që një qytet nuk jeton dot pa ekonomi, por nëse ti e shikon nga lart, qyteti nuk e shikon dot ekonominë. Ekonomia është brenda atij qyteti. Pra, kështu funksionojmë edhe ne në një lloj forme. Shpresoj ta kem qartësuar më shumë këtë pamjen e kuptimit që ti do të bësh. Unë do të rekomandoja një libër që të kuptosh akoma më thellë, është shumë libër algorik dhe i thellë, Profeti quhet. Gjeje dhe lexoje, nuk e ka Gilbert e ka emrin ai, po nuk po më kujtohet mbi emri tani për momentin. Dhe atje do të kuptosh akoma më shumë nëse ti e deshifron atë libër. Nuk është shumë i gjatë, diku rreth 65 faqe mos gaboj. Të përshëndes Rea. Mirë, kalojmë te emisioni i tretë, ku e kam zhvilluar me mikun tim Enea Gjonaj, vizualizimi dhe teknika e meditimit. Kemi një koment që është shumë i gjatë, nuk e lexoj dot sepse s'kam edhe shumë kohë.
kemi sërish Rean që pyet, kisha dhe një pyetje djema, duhet qëndërzuar trupi kur meditojmë, të ulemi zazen ose asana. Zazen janë qëndresa pozicione ullur, me kënd 45 gradë, apo mund të bëjmë edhe shtrirë ndonjëherë. Për shembull, meditimin në mëngjes, i rekomandojnë çfarë orar është më mirë, se Enea mos gaboj thot ora 4, pas kësaj ore qëndron zgjuar apo mund të flesh, apo e kam kuptuar. Shiko, meditimin mund ta bësh, e mira është në orën. Erët në mëngjes kur truri operon në valët alfa, që është midis gjumit dhe zgjimit. Këto janë valët ku truri është shumë afër të dyja realiteteve. Dhe kjo është gjëja më e mirë që njerëzit duhet të meditojnë, ose për shembull në mbrëmje para se të flesh, kur është ajo pjesa që ti sa po fillon, themi ne në Shqipëri, po më dremit. Atje gjumi truri i njeriut kalon nga valët beta, kalon në valët alfa, dhe pastaj kalon në theta, delta, dhe pastaj tje në gjumë të thellë. Por çfarë ndodh në valët kur je në alfa, fillon që preken të dyja realitetet, do me thënë të dyja dimensionet e perceptimit të mendjes, jo të trurit, se ana tjetër nuk është fizike që të preket, që mos keq kuptohemi. Dhe aty ndodh që ti të kesh vizione më të mira dhe të kesh edhe qetësi më të madhe nëse ti e bën meditimin. Mund të flesh pas, unë për shembull nuk e bëj në orën 4 të mëngjesit meditimin, por e bëj në orën 6:30 kur unë zgjohem. Dhe gjë e parë që bëj ritualet e mia dhe pastaj shkoj një 10 deri në 15 minuta, ndoshta ka ditë të mira ku unë kam kohën më të mirë dhe ndjej energji më shumë brenda vetes time, mund të qëndroj edhe 40 minuta dhe një orë pa problem fare, por duke kombinuar meditimin edhe me valët elektromagnetike, që në këtë rast janë shumë të rëndësishme, si për shembull valët 936 Hz, e cila ndikon në pjesën e anës intuitive dhe të bën ty më të aftë, më të mirë, të perceptosh më shumë, të rritësh aktivitetin konjektiv në tru, se po e mendoja mos e ngatroja fjalën në këtë rast, dhe kjo të bën akoma më të aftë të perceptosh, por duke zhvilluar dhe mësimet për elektromagneticitetin që ne jemi, por dhe për trupat, sepse ne lidhemi, nuk ka asgjë të palidhur. Ne duhet të shkarkojmë një energji negative në tokëzim, në barë, duke bërë ushtrime, duhet ta nxjerrim një energji që e kemi të akumuluar gjatë ditës, por edhe gjatë gjumit, duke bërë stretching, duke bërë gjëra të kësaj natyre, pastaj futesh në meditim. Dhe para se të flesh, që kështu mund ta bësh dhe vetëm një herë në ditë, nuk ka asnjë lloj problemi, por mjafton që ti ta ndjesh atë gjë që bën dhe jo ta bësh sepse do ta detyrosh trupin. Kjo të bën dëm. Të përshëndes. Sërish Tirea na ke mbyt me komente. Përshëndetje, po e dëgjoja me vëmendje shumë dhe po ndalen tek pjesa e vegetarianizmit, kur i futesh rrugës së meditimit, pra për të pasur një energji të pastër dhe të vibrosh në frekuenca më të larta, do e mos ti jesh 100% vegetariane, po sikur e ceku dhe Enea 2 lloj meditimi, ai që lidhet me fet, për shembull vedetat, ato janë vegetarianë dhe nuk konsumojnë produktet e mishit, sidomos lopës, viçit, kaut. Karma të këqija se lopa lidhet me faleminderit dhe juve. Paqe shpirtërore dhe për ty. Rea, tani për sa i përket vegetarianizmit, duhet të kuptosh diçka, sepse unë nuk jam pjesë e feve, por nuk jam ateiste. Kjo është gabimi i madh që të mendosh që nuk ka një Zot. Çfarë ndodh? Fet janë shumë të mira, por për shembull vedetat ose këto i lidhin me besimet e tyre dhe kanë shumë të drejtë nga pikpamja se si ata e shohin, nga realiteti i tyre që në këtë rast është subjektiv për ata dhe për ne është subjektiv realiteti jon. Tani çfarë ndodh që ti jesh vegetariane, kjo është një gjë shumë e mirë për një arsye, sepse mishi, po të zëj një shembull shumë të thjeshtë dhe nuk po e zgjat shumë.
përfytyro se si shitet gjitha i mish në të gjithë botën. Thertore të mëdhaja, kafshët shohin njëra tjetrën teksa ngordin gjak, mendo atje një vend plot me gjak që goditen me ato makinerit pa mëshirë dhe çfarë ndodh? Trupi i kafshës duke parë një kafshë tjetër teksa lëshon tinguj frike, frekuencë vibrimi të ulët dhe një adrenalin shumë të madhe që çlirohet brenda trupit të kafshës teksa momentit që po ndron jetë ose po ngordh, sepse unë besoj që të gjitha kafshët kanë një shpirt dhe por nuk kanë intelekt. Do me thënë nuk kanë burimin e inteligjencës tonë, jo se s'kanë shpirt, të gjitha kafshët kanë shpirt, por nuk kanë burimin e inteligjencës tonë që është atma, ajo që ne na bën vigjilente, të zgjuar, të perceptojmë, të ndjejmë shumë, të kuptojmë shumë, të logjikojmë shumë. Në atë moment kafshët çlirojnë adrenalin shumë të madhe, frikë dhe kjo çfarë bën? Futet thellë në mish. Dhe pasi kafsha ngorth ajo e mban atë. E ruan, mishi e ruan atë, sepse ne nuk i lejmë as kafshët të kulloj gjaku, as të pastrohet kafsha, as gjë. Thjesht jemi bërë më keq se kafshët, merr, vri, bëhe gati, do me thënë për 10 minuta e vran dhe për një orë e ke në market, e theri, e bëri gati, e paketoi, ta nxori, ta shiti. Ne sa e marrim, direkt e përpunojmë, e marinojmë dhe në gojë. Dhe çfarë ndodh? Pasi ushqehemi ne me këtë të gjitha ato instiktet e një kafshë çfarë am ne, për shembull nëse am derë, mendoj që po i ngjasojmë derit, nëse ha një pul, po i ngjason instikteve të pulës. Un kam një mikun tim që i vogël i jepte babai mish lepuri dhe teksa flet tani i mban syt gjithmonë gjysmë të hapura. Sepse lepuri është gjithkohë si friksuar dhe ka këto instiktet e tij. Kështu ndodh edhe tek ne dhe nuk është e rekomanduar dhe vegetarianizmi ne nuk jemi kafshë mishgrënëse. Ne nuk kemi dhëmbët si të kafshës mishgrënëse. Ne nuk kemi thonjë të gjatë që të çajmë prenë. Pra, ne jemi midis vegetarianizmit dhe mishgrënësve, por në një lloj forme të moderuar le ta quajmë, sepse unë nuk e përkrah totalisht të jetosh vetëm me mish. Në rrugtimin tim që unë kam folur shëndetin ezoterizëm, ne kemi një pH në stomak, aciditet dhe alkalinitet dhe pjesën e ujit, ku duhet t'i mbajmë në një grad normale këto, që është shtata, neutralja. Ne nuk duhet të jemi as shumë me baza ujore, por as me baza acidike. Sepse nëse kemi baza acidike, do të kemi shumë probleme dhe aciditeti i lartë sjell probleme të tjera që nuk dua të ndalem tani këtu sepse kohën e kam të limituar dhe po më njoftojnë nga regjia. Që kështu do të rekomandoja të më ndjekësh në faqen time Instagram ezoterizëm dhe atje unë ndaj her pas here leksione të këtyre kategorive. Që kështu bë hamish, por gjithmonë përdor atë metodën 60% bazë ujore, 40% protein dhe ose 30% protein dhe 10% karbohidrate. Kjo është ideja. Lusja, pse nuk rekomandohet meditimi astral, sepse thonë që mund të lodhesh me diçka. Shiko, këto janë tema shumë të thella, të ndalemi tek meditimi astral. Lusja, ti ndoshta ke arritur të lexosh dhe të kuptosh për këto, por janë tema të thella, janë të rrezikshme në një lloj forme të anës mentale, sepse jo të gjithë njerëzit arrin ta konceptojnë realitetin në një trupi astral. Trupi astral kërkon një në radhë të parë përgatitje mentale që ti të përgatitesh për të shkuar në astral dhe pastaj të kërkon një që unë nuk besoj që këtu ka në Shqipëri nga kjo kategori, por edhe në botë janë shumë të rrallë sepse kërkon një përgatitje shumë të madhe dhe duhet të jesh shumë i pastër brenda vetes tënde duke filluar nga organizmi. Ne këtu ham keq ushqemi, konsumojmë alkool që është diçka në nivele shumë të larta që mund t'i atriboja një magjistari të vërtet që
ka vite që i dedikohet dhe praktikon dhe është një gjë që nuk është për njerëzit normal kjo. Do me thëmë për njerëzit e thjesht që janë apat e para të ezoterizmit. Ty të falenderoj që më pyet, por nuk kam ndonjë përgjigje konkrete për këtë sa është temë shumë e gjatë. Kënaqësi t'ju dëgjoj, faleminderit. Ben Don. Ajo është e gjitha, po kap e mendjen, kap lojën dhe nuk je më i kapur. Vetëm se nuk ka asgjë për të kapur. Shumë e bukur, më pëlqeve. Ishte vërtet ajo që ti ke shkruar se nëse e kap dhe pastaj nuk ka asgjë për të kapur sepse gjithçka është asgjë. Dhe asgjë është gjithçka. Dhurata Papa. Përshëndetje, jeni i përkryer. Faleminderit, të përshëndes dhe unë. Liliana sërish, shumë faleminderit çuna për gjithë këtë informacion që ju dhat, ju dëgjova me vëmendje, shpjegim perfekt, pres në vijë. Faleminderit shumë. Sa i miri bisedat, mjaftueshme e bukur dhe me dobi besoj për dëgjuesit, ju përgëzoj, uroj shëndet, paqe, sukses, punë, jetën tuaj, Zoti ju dhënë forcë, presimi. Faleminderit shumë sa i mirë. Të përshëndes, nuk të njoh personalisht, por të përshëndes dhe do të kisha dëshirë të njihja, pse jo. Dhe ti Denis që vazhdon më ndjek gjithmonë, të përshëndes. Vazhdojmë te video tjetër me mikun tim Remin, anatomia okulte dhe problemet e trupit fizik. Lucia, mirënjohje, ju falenderoj nga zemra. Megjithatë, Doris, miti Atlasit ka të bëjë më shumë me atë që njeriu mban barrën e botës, barrën e mendimit me të cilën njeriu është me të cilin njeriu është i dënuar për të mbajtur pasi vetëm përmes mendimit ai përjeton ekzistencën e vet, ekzistenca e cila është e përjetshme, por e padukshme dhe si e tillë pa materie nuk vlen sepse nuk duket. Ke shumë të drejtë, ne jetojmë në një dimension i cili është material dhe duke parë të dukshme ne zhvillojmë të padukshmen dhe un jam po në këtë mendim Doris, un nuk e përkra idenë që të përqafoj vetëm shpirtëroren, sepse qëllimi nuk është kot përderisa jam këtu, jemi në një botë materiale dhe bota materiale shërben për disa gjëra dhe bota shpirtërore shërben për disa gjëra të tjera dhe un jam i rrugës së Kaduceusit ose asaj që njihet ndryshe si balanca midis të dyjave. Liliana, ezoterizëm, po them dhe nuk kam nevojë se meditoj për 2 vjet dhe jam shumë mirë me shëndet, por e falenderoj shumë Remin për të gjitha ato dije që i ndante me ne. Shumë faleminderit çuna, suksese në punën tuaj. Faleminderit dhe unë dhe me që se Remi nuk e kam këtu, të përshëndes dhe nga Remi dhe nga ana ime dhe të uroj të mira, shëndet dhe paqe në shpirt. Sa i miri biseda që e pastër dhe shumë e qartë dhe do thoja ishte tepër këshilluese. Faleminderit sa i mirë, përpiqemi të sjellim më të mirën me ato që ne dim. Ato që nuk dim janë shumë herë më shumë të mëdha se sa ne. Edhe ato që ne dim sigurisht. Të tjerët janë komente vetëm falenderues dhe nuk po i lexoj. Dalem dhe pak te video e fundit sepse e zgjata. Regjia dhe 5 minuta. Alegoria simbolike mbi trupin e njeriut. Faleminderit për këto informacione të mrekullueshme. Përshëndetje, unë të ndjek Liliana sërish të ndjek me vëmendje, jo se kam lexuar shumë, por më tërheq ezoterizmi si magnet pasi pres video të radhës. Faleminderit shumë Liliana, imagjino edhe të lexoje sa mund të arrije në jetën tënde. Për shembull, teksa ti ndjek këtë dhe lexon në anën tjetër, mund të bësh një lidhje të paparë dhe të kesh akoma më shumë kuptime për veten tënde. Unë ta sugjeroj të nisësh, nuk është asnjëherë vonë dhe nuk ka të bëjë me moshën tonë. Ka të bëjë me mënyrën se sa ne duam të mësojmë. Thenje Sofish.
Imagjino një njeri që vazhdimisht mbush një gotë me ujë por nuk e pi kurrë. I tillë është ai që vetëm grumbullon dituri por nuk e zbaton atë. Shumë e saktë. Të heshtësh është e nevojshme për të ditur të vërtetën. Kur mendja dalon së bëri zhurmë, zemra fillon të flasë. Shumë e vërtetë. Në të vërtet, ju uroj suksese për punën që bëni dhe ju drejtohem njerëzve të ndjekin emisionin të tilla emisione që dalin nga verbëria dhe të kuptojnë misionin e vet të ardhjes në këtë botë. Selam për ju, shëndet, paqe, presim emisionin e radhës. Ishte një shprehje shumë e bukur, më pëlqen shumë dhe të falenderoj shumë edhe ty Sajmir. Ju uroj të mira, të kini që të gjithë që ju ndiqni këtë rrugtim dhe jo për mua, po për veten tuaj, sepse qëllimi im është që këtë gjë që unë mësoj dhe di ta shpërndaj me ju, dhe pse jo të një ditë kur unë të kem çelur Akademinë Ezoterike, shumë nga ju do të kenë mundësi që të takohemi dhe ndoshta të konsumojmë dhe një kafe të vogël, por të bëjmë dhe rituale meditimit shumë të bukura, të cilat do të qetësojnë shpirtin, por njeriu është aq shumë i zënë me jetën monotone të përditshme sa që ndonjëherë harron dhe veten, pavarësisht se vetja nuk e harron kurrë atë, sepse kujdeset për veten e saj vetja dhe jo për ty, sepse ne kemi trupin borxh, na i kanë dhënë trupi i gjason atij tempulli që duhet të përkujdesemi. Por jo se është joni, sepse unë e kam thënë dhe e rithem në emisionet më përpara që ne gjatë gjithë kohës këte kemi pronësi. Se kush jemi ne në të vërtet, atë duhet ta gjeni vetë ju, se cili e gjen vetë për veten e tij ikigajin që ka brenda, dhe me këtë mesazh po e mbyll dhe për sot dhe do të shihemi në videon e radhës javën tjetër. Deri atëre ju uroj të mira dhe shëndet. Paqe shpirtërore, mirupafshim.